Shkolla e fshatit Bukosh dhe prapa meje është objekti i shkollës, po ashtu është edhe pjesa ku janë arrestuar e janë ekzekutuar para 27 viteve, pra me 3 maj të vitit 1999, 25 civil të papajshëm shqiptar në mesin e tyre përveç se burra të rritur ka pasur edhe atë që kanë qenë nën moshën 18 vjeçare, pra djemë të ri. Sot kjo pjesë është mbuluar me disa vizatime të lulave, por pas atyre vizatimeve ka gjurmë të plumave për shkak se gjatë kohës kur ta kanë qenë në kolonë për të larguar nga vendi të bashkë me familjarët e tyre, pra gratë, nënat, vajzat e tyre janë ndarë nga kolona, pra nga policia serbe dhe janë sjellur këtu për të ekzekutuar, megjithatë patjetër që familjarëve ju kanë thënë që nuk po sillen për këtë arsye këtu, por që ka qenë ditur e se çfarë i pret. Ndërkaq këto shenja janë mbuluar për shkak se tu akoma vazhdon vijimi i shkollimit të nxënësve të këtij fshati dhe që siç na thanë familjarët, ndoshta për të mos i përjetuar edhe ata dhe për të mos u tmerruar pas pamjeve këtu kanë vendosur që të mbulojnë gjurmët, ndërkaq patjetër që është pllaka edhe e emrave këtu, ndërkohë sot patjetër pat homazhe nga familjarët të cilët sollën lule, kurora lulesh, po ashtu i kujtuan më të dashurit e tyre. Shumica nga nënat treguan se si morën djemt nga duar dhe pastaj pas sa muajsh kanë shkuar dhe i kanë gjetur trupat e tyre në qytetin tjetër të Suharekës për shkak se kanë dërguar nga këtu, i kanë marrë policia dhe i kanë dërguar atje. Në fakt përveç plumbave këtu disa nga dëshmitarët që kanë ardhur më pastaj na thanë që ka pasur edhe armë të ftofta si tip thike, sepata dhe çka i bën që përveç plumbave këta janë dhe masakruar po ashtu, por nuk i kanë parë trupat e tyre për shkak të gjendjes së rëndë. Familjarët i kanë arritur që ti shohin vetëm përmes rrobave të tyre, por që i kanë varrosur më të dashurit e tyre. Dhimbja ka qenë e njëjtë siç thanë ata si para 27 viteve dhe sot, megjithatë me thënë drejtë nuk është që këtu bën ndonjë përkujtim ose organizim shumë i madh, përveç se për homazh dhe ndërime erdhen edhe ushtruesat e tyre se presidentes Albrina Agjiu, po ashtu edhe Andin Hoti, të dy këta ripërsëritën fjalët duke thënë që patjetër që masakrat në Kosovë nuk kanë marrë adresinë e tyre, megjithëse kjo është njëra nga ato i cili nuk ka asnjë person i cili ka marrë përgjegjësinë, nëse banorët të thonë që arbët që kanë marrë pjesë në masakër janë të fshatrave përreth, për shkak se sipas tyre disa dhe i kanë njohur dhe që janë këta që i kanë lajmëruar pasaj pjesën e ushtrisë për të ardhur drejt Bukoshit. Këtu u kërkua drejtësi dhe u tha që është duke u punuar në vazhdimsi për të sjellur përgjegjësit para drejtësisë. Faleminderit shumë për këtë paraqitje dhe për mbledhjen. Ka vdekur në qendër klinike universitare një